kemi një i cili i ka dhënë Kosovë, duke ditur mirë që gjithmonë është përdorur, e kemi thënë edhe përpara Armela që ky është përdorur që në fillim të erës nga administrata në zgjedhjet e presidentes. Ka probleme shumë e linjën. Nuk kemi pasur probleme të tjera në fakt në komunikimin me ambasadorin Nesha, nuk e di çfarë po ndodh sot, po do të bëjmë dhe një restart edhe një herë në mënyrë që të përpiqemi ta përcjellim mesazhin të qartë dhe të plotë, sepse jemi dhe në një moment që është shumë i rëndësishëm në fakt, e gjithë ajo që po ndodh blen të analizohet çdo element i jo thjesht protestës, po protestave, sepse ka protesta kudo ku janë shqiptar tashmë, kanë arritur ato kulmin e tyre ditën e djeshme, por edhe ditën e sotme ka pasur sërish. Ne undalëm, i kemi transmetuar edhe live në Syri Televizion për gjatë paraditës së sotme, po përveç asaj ka edhe më shumë banor, më shumë shqiptar të cilët reagojnë edhe në mënyra të ndryshme në zonat ku ata jetojnë, për problematika të ndryshme. Spitali Lushnjës ishte një prej tyre, për shembull, që ne dëgjuam vetë ankesat dhe denoncimet e vetë qytetarëve atje se çfarë deklaronin, me çfarë ata hasen në përditshmërinë e tyre, me një shëndetësi të lënë totalisht jashtëdore dhe me një spital që është aty, por nuk është aty në fakt, nuk funksionon, asgjë nuk ka aty. Ka qenë deputeti Samir Koreshi, i cili vazhdimisht e ka ngritur këtë çështje si shqetësim, si denoncim, madje edhe në Kuvendin e Shqipërisë, dhe sot ka pasur një prezencë të madhe të qytetarëve, madje edhe të atyre që luajnë një rol të rëndësishëm në komunitetin e zonës dhe të përfaqësuesve të komuniteteve fetare e kështu me radhë. Kemi parë të moshuar që kanë dalë sot në protest, pra ata të cilës shpeshherë janë akuzuar që nuk marrin pjesë në protesta kanë qenë aty në këtë protestë të sotme. Pak më parë jemi ndalur në zonën e Rushekut me pamjet live, janë me 10 banorë që janë ngritur sot, duke theksuar që tani nuk presin më, sepse vazhdimisht për një vit me radhë janë mbajtur në mes gënjeshtrave për mbikalime që do të ndërtoheshin, por që në fakt nuk janë ndërtuar, jeta e tyre është rrezikuar, jetë janë humbur mes të afërmve të tyre si pasojë e mungesës mbi kalimeve, kalimin nga një anë e autostradës në tjetrën, dhe tani me vënë në funksion të zgjerimit të autostradës aty, situata është bërë edhe më e vështirë dhe më e rrezikshme. Jam e bindur se cili prej nesh has të paktën një banor që kalon aty rrugën në ato kushte që janë totalisht të rrezikshme. Pra, duket se frika qytetare është vrarë, por vritet dita ditës. Kjo protestë në Tiranë ka ndihmuar edhe për këtë. Gjithashtu komuniteti i shqiptarëve kudo që ai ndodhet proteston. Ambasador, tani kam përshtypjen që mund ta zhvillojmë më së miri intervistën aty ku edhe e lam, pra tek mënyra se si po përcillet kjo gjë që po ndodh dhe mënyra se si po përcillet dhe mënyra se si ka reaguar, ka vepruar kryeministri Rama, ju e thatë, ishulli Epstein, madje po e quajnë tani mediat ndërkombëtare, për të vijuar më tej me analizën tuaj. Edhe kjo e ka sjell Armena që Rama të jetë tepër i shqetësuar, është një figurë jo vetëm kontroversiale, një figurë që përdoret nga gjithë elementët ndërkombëtar, siç u përdor me Macronin duke sharë presidentin Trump për marrëdhëniet midis Armenisë dhe Azerbajxhanit, një njeri që bën deklarata për të qenë protagonist, siç bëri në takimin dhe konferencën e Romës në pranit Melonit, që refuzoi Shtetet Bashkuar të Amerikës të ishin pjesë e perëndimit në zgjidhjet për Ukrainën dhe me radhë. Pra, është një mënyrë që gjithë duan ta përdorin, është përdorur i tillë dhe ka përdorur Shqipërinë në mënyrë më të poshtër, në dy aspekte. E para ka bler pushtet dhe ka bler influencë politike duke përdorur rezervat toksore, të mirat materiale që i takojnë popullit shqiptar vetëm për të mbetur në